Medreseja e Gostivarit sot hapi dyert për semi-maturantët, duke prezantuar nga afër botën e arsimit, edukimit dhe vlerave që kultivohen në këtë institucion, ku dia shkencore gërshetohet me atë islame, duke ndërtuar kështu gjenerata të përgatitura për sfidat e kohës moderne. Vizitorët patën mundësi të ndjekin eksperimente shkencore, prezantime teknologjike, punime artistike dhe demonstrime të ndryshme të përgatitura nga nxënësit, të cilët pasqyruan nivelin e përgatitjes dhe angazhimit në medrese. Çdo kënd i shkollës transmetonte mesazhin se dija dhe edukata ecin së bashku. Innalladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu. E vajzat që janë pjesë e kësaj vatre të dijes janë shumë me fat që zgjedhja e tyre e arsimit të mesëm ka qenë pikërisht medreseja, e për semi-maturantet përcjellin këto mesazhe. Sepse njeriu domethënë jo vetëm ka nevojë për lëndët fetare apo edhe pjesën shkencore, mirë po medreseja është ajo që të formon si njeri dhe ta jep domethënë atë mbështetjen që duhet për të vazhduar më të qenë në jetë. Unë mendoj se semi-maturantët duhet të zgjedhin shkollën tonë për një të ardhmë më të mirë. Pra unë si medresante mendoj se medreseja është shkolla më e mirë, ku ne mësojmë pra si të zhvillohemi dhe si të jetojmë, gjithashtu se si të edukojmë dhe si të sillemi, dhe mendoj se medreseja është shkolla e dur që na udhëzon në fen. Nëse dëshiron ta gjesh veten, thjesht eja këtu. Koordinatori i medresesë Afrim Alia theksoi se dita e hapur paraqet një prezantim të vizionit dhe rrugës që ofron medreseja për të ardhmen e vajzave të reja. Sipas tij, në këtë institucion ndërtohen nxënëse të edukuara, të pajisura me dije, moral dhe përgatitje bashkohore për jetën moderne. Prandaj sot medreseja paralele e vajzave në Gostivar është shkollë e dijes dhe e besimit, shkollë e teknologjisë dhe moralit, shkollë e disiplinës dhe kreativitetit, shkollë që ndërton vajza të forta, të mençura dhe të suksesshme. Në shkollën tonë nxënësit nuk mësojnë vetëm nga librat, ato mësojnë të flasin me vetbesim, të prezantojnë projekte, të përdorin teknologjinë moderne, të punojnë në laborator, të zhvillojnë talentin dhe përgatitjen në universitetet të cilët i pret e nesërmja. Ne kemi ndërtuar klasat digjitale, kabinete moderne, bibliotekë bashkohore, projekte inovative dhe mundësi që çdo nxënës të ndihet dhe e vlerësuar dhe e motivuar. Drejtori i medresesë Islam Abazi theksoi se një ndër arritjet më të rëndësishme të medresesë është akreditimi i saj, i cili ju mundson nxënësve të vazhdojnë studimet në të gjitha drejtimet universitare brenda dhe jashtë vendit. Medreseja tashmë akredituar, sikurse të gjitha shkollat e mesme, me të gjitha landët, edhe ato fetare, edhe ato shkencore, edhe ato teknologjike, që nxënësi të përgatitet në gjitha sferat e kësaj kohës bashkohore. Medreseja jashta atyre çështjeve teknologjike bashkohore të kohës, keni edhe atë argumentin më të fuqishëm që janë shkencat fetare, morale, që koha jon e ka këtë problem. Andaj përzgjedhja juaj e medresesë është nder për ne. Muftiu i muftinisë së Gostivarit Sabaudin Sendeli vlerësoi lart kontributin e kreut të Bashkisë Fetare Islame Shaqir Fetahu në themelimin dhe zhvillimin e medresesë në qytetin e Gostivarit. Ai theksoi se kjo medrese mbetet një amanet i çmuar për ta, të cilin do ta ruajnë dhe do ta zhvillojnë edhe më tej ndër vite, me përkushtim, krenari dhe përgjegjësi ndaj misionit të saj arsimor dhe edukativ. Vërtet, ne si muftini e Gostivarit, me gjithë vizionin që përkushtimin, punën, angazhimin që bën Reisul Ulemaja, sidomos për të krijuar kështu shkolla moderne, për të paraqitur atë që është sfidë e kohës për rinin tonë, për të krijuar nesër personalitete të ndershme, të cilat do të dinë të ballafaqohen me sfidat e jetës së tyre. Falenderoj Reisul Uleman, që nga viti 2008 e këndej, Medreseja e Gostivarit për çdo vit na jep inovacione të reja, sidomos në formë të asaj që sot do të kemi mundësinë që ta përjetojmë këtu bashkërisht me ne.
Fjalim para të pranishmive mbajti edhe kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shaqir Fetau, i cili është bartësi i të gjitha proceseve fetare në vend dhe figura më meritore në procesin e akreditimit të medreses, duke mundësuar që ky institucion sot të qëndroj krah për krah me të gjitha shkollat e mesme në vend. Dy parime janë shtyllat të fuqishme të edukimit brenda Bashkisë Fetare Islame. Njëna është lexom so studion dhe e dyta është shkruaj. Lë gjurma. Atë që e ke në aftësitë tuaja, shkruaj. Dhe nuk është e rastit që i madhi Zot betohet në mjetin që shkruan, pra në lapsin dhe në atë që shkruat. Andaj, qëllimi i shkollës për arsim të mesëm, Medreseja Isabeu, ka synim kryesor kultivimin e këtyre dy parimeve, por me një kusht, që të dy këto parime të jenë në shërbim të vlerave njerëzore, të dinjitetit njerëzor, të formimit të familjeve të shëndosha dhe të shoqërive të shëndosha. E vajzat që kanë pasur fatin të jenë pjesë e kësaj shkolle flasin me shumë emocion dhe nostalgji për vitet e kaluara në ambientet e saj, duke kujtuar medresen si një vatër të dijes, edukimit dhe formimit shpirtëror. Përmes fjalëve plot mirënjohje, ato përshkruajnë rrugtimin ndër vite si një përvojë të veçantë, ku krahas dijes kanë ndërtuar edhe vlera, kujtime dhe miqësi që do t'i mbajnë gjallë gjatë gjithë jetës. 4 vite, mbase shpejt kaluan. Mirë po në mendjen time, asnjëherë nuk u harruan. Në muret e saj, ku kalova vite, gjeta dritën që më ndriçoi, që me shumë mall tani e kujtoj, se medreseja ishte ajo që më formoi. Edhe pse mendoj se koha im si nxënëse ka kaluar, mallim për medresen asgjë nuk mund ta shuaj. Çdo fjalë që shkruaj vjen nga zemra, jo nga mendja, por nga ndjenja që rreh